Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Bora rikthehet me një vendim që trondi të gjithçka. Ai kërkon të rimarrë identitetin e tij dhe jetën që la pas, duke mos u ndalur as para ligjit. I vendosur, ai shkon te një avokat për të kërkuar ndihmë ligjore, me synimin që Alia të ndahet nga Cihani dhe të ribashkohet me të. Por e vërteta që del në dritë është e dhimbshme. Ishte vet Borani ai që në të kaluarën i la amanet Cihanit të kujdesej për djalin e tij dhe të martohej me Alian, një vendim që sot e ndjek si hije. Në kë përballje të fortë emocionale, Durguni, miku i tij i ngushtë, përpiqet ta ndallojë. Ai akuzon Boranin se kur nuk e ka dashur vërtet Alian, duke i kujtuar se lidhja e tyre nisi vetëm për interes, për të shpëtuar bullgarëve dhe për të marrë në shtetësinë kanadeze. Boran e pranon këtë të vërtet, por rrëfen se me kalimin e kohës, gjithçka ndryshoi. Ndjenjat lindën, dashuria u bë reale dhe sot ai dëshiron me çdo kusht jetën që kishte dikur pran Alias. Por Durguni e përplas me fjalët më të forta. Kjo nuk është dashuri, por frikë, sepse po ta donte vërtet Alian, nuk do ta linte kur amanet vëllain e tij të martohej me të. Një debat i fortë, një e vërtetë e hidhur dhe një histori që po shkon drejt një kthese vendimtare.